أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بالسنة من يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala, u zon rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb. Nërsa të cilën e lënë të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Ulian në radhë parë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke e lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta cilat do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Tema e radhës që autori i librit ka rendit pothuajse edhe i kem ardhur në fund këtij libri, s'na ka mbet edhe dy tema nëse s'gaboj, edhe dy tema jonë edhe përfundon kërktim i joni përbashkët me këtë libër. Është tema e radhës që ka rendit autori Adab Buyutillah, etika e sjelljes në xhami. Me thonë drejtën, kur e pash temën e radhës, boll më mirë thash që pas kalon në fund. Se edhe fetarisht edhe veprat vlerëson si pas përfundimit. Innamal a'malu bil khawatim, thot pejgamberi sa vepra shpërblen si pas përfundimit. Kështu që më mirë këtë libër me përmbyllë dhe me kuptu se kem nevoj për këtë temë. Kjo temë, Allah, t'ju thëmë drejten, ndoshta na kanë herë po jem neglijent për ballë kësaj teme, ama këtë temë du të ko pas kohë me e trajtu. Se na e shohim që çdo ditë edhe ka xhamat të ri, po edhe xhamatit vjetër ka nevojë më kallëzu si duhen musil në xhami. Edhe na disare kem thonë që xhamit e kanë një veçori të veçantë Allahu subhanahu wa taala. Nuk janë xhamit se kanë herë disa po flas, po ju kërkoj hallallakin këtu në më të vjetër që unë se këto muhabete me këta të vjetrit si kem. Këtu në ja u kemi jap notën 10. Na të rritë, ka herë po ngelim, ka herë po kalojmë, qështu në përtojnë atë shku. Se kanë herë disa për neve të pidjemve të ri, kanë herë po harojmë ku e na hinë. E unë shpeshere përmendje dhe thamë me di që këta e keni ndëgju shpesh për meje, mirë me e dalu kafen prej xhamis. Kafen, jo mirë, po du të me dalu. Xhamia është pjesë Zotit. Se për atë në shpesher shohim prej gabimeve që i buhen, shkon atje pin kafe, rinë kafe, shumë mirë, shumë bukur, rinë, se me shokin e vetë që e ka shok. Po kër ja orë në xhami, shokit e dera, thuj, Allah në gjenet qohë, që tash një 20 minuta, lem të vetëmuhëm me Zotin, ja bën dhikër, ja bën dua, ja lexon Kur'an, ja fal namaz nafile. E disa për i neve që ka ju ndodhë, në kafe muhabet, vjen edhe në xhami muhabet. Pa jo bre, Allah i do shumë masë xhamit, çka jo në xhamit? Që shenis autori i librit këtë temë, thot: Innal masajida ahabbu buqa'i al-ardi ilay. Xhamit, thot, shtëpitë e Zotit që jon është toka më e dashur te Allahu subhanahu wa taala. Pej tokës krejt, pjesa më e mirë, më e dashur te Allahu është pjesë ku jon xhamit e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Që tash fiha unsul mu'minin, se në të dhe të tëtë varahatul kulubihim, gjenë besimtartë, dhe të tëtë shëqërim të qëtësi, gjenë qëtësi, është kënaqësi e syve të tëne. Xhamia të kënaq kur shfrytëzohet për adhurim, kur shfrytëzohet për ato që është ngrit xhamia.
është vend ku Allahu subhanahu wa taala i ngrit robët e tij në drejtate, në shkollë të larta. Xhamit jonë që të ngritin me iman, me drejtë të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj xhamit jonë ku në to veprat që bohen, ato vepra bohen shkak që me arrit faljen e Allahut subhanahu wa taala dhe me arrit kënaqësinë e Allahu te bareke wa taala. Tash robi njëri mëshëm kur i merr këtë çeto, edhe i ndëgjon çeto, duhet më apo vetë pyetje. Unë kur po hin xhami, ju e dini se unë nuk kam merak, s'di me fol me kthesa. Nuk di me fol me kthesa. Flas që thojmë po dorza. Njeri duhet me marr çeto me çit vete, më thon mirë, unë po shkoj në xhami. Apo gjej qëtësi në xhami, apo kam rahati kur po hin to. A thë vallën e po shkoj në xhami, apo arrimu mu falë gjunat e mia. Kjo shumë më rëndësi. Shumë më rëndësi është kjo. Që punë pe përmendi shpejt një pi gabimeve që plot pej neve e bojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shka thot? Kur robi thot Allahu akbar, lidhet namaz. Prej momenti që thot Allahu akbar, edhe deri sa ti kryen këtë punë me namazin shka ka, me lajkerin të kryti thot Allahumma gfir lahu, o Zot fale, Allahumma rhamuhu, o Zot me shiraje, Allahumma tub alej, edhe o Zot pranoj pendimin e tij. Tash dikush si t'jep selam, qohët del, hajde mirë, unë qërë njerës dalojnë, dikush një me ka punën, du të bëmba ki veç me falë farzën, du të më shume një herë, e ka presionin e shefit e ku ta diu në... Ama, hep selam qëto, e mbas selamit me dalë që atë të qadrat atë ku i kena një, edhe një gjysë ore me azgat, vallaj kë njeri i privum. Po të resh aty e ullavë jam, vallaj, kur s'ka njeri pun tjetër, ja vlil beldej që aty se sa rinë që aty, non stop me lajkja, bën dua për ty. A përse që ka polqana, edhe për, po mjen kesh tash se nështë të hala se ka njësë mardë, ajo numri ma e madhe gjumos, edhe në gjumu. Mas gjumos, me një herë qohët, bup dhe ljash, ka dole bre, bëne, a do me falë, dësha të thotë, unë e fali synetin në shpi, ani, mirë, qëtu po të mojnë, për mbi kry, synetin në shpi, edhe pejgamberi sasën në shpi e ka falë, po, do të temë, këto tema do të mi kuptu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam synetin e gjumos e ka falë në shpe. Ka po moment kër e ka falë në xhami. I ka falë 2 recate ose 4. I ka falë. Kur si ka falë në xhami, i ka falë në shpe. Ama nuk ka transmetim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbas farzit o qume nero do jashtë. Ja, kësi s'ka. Ja, këto s'ka. Ti s'pe bën dhikrin. A di sa lëshon, kur se bën dhikrin qëfar sevapi, tani sevap tjetër, pas dhikrit o sunnet me këndu ajetul kursin, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pejgamberi s.a.s. thot, ai i cili pas namazit e lexon ajetul kursin, edhe vdek, pasaj vdek, e nxenë vdekja hin xhennet. Subhanallah. Këto du të mirujt si sytë, du të me i rujtë si sytë se njën vlera që zbën me i shumë. Për atë du të kemë kujdes. Do të të xhamit janë vendet më të dashurat e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka në hadith të pejgamberi s.a.s. hadith janë sahihun e muslimit, hadith e i vërtet, anë Ebi Hurajra radiallahu anhu, anë Rasul s.a.s. qal, أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e Ebu Hurajrës radiallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, vendet më të dashura për Allahun janë xhamit, ndërsa vendet më të uryera, vendet më të uryera për Allahun janë tregjet, pazarët. Xhamit janë vendet më të dashurat Allahu subhanahu wa taala, ndërsa vendet më të uryera janë tregjet. Xhamit janë dallu me këto, apo është dallu te Allahu edhe është bë më e dashur pse se në to adhurohet Allahu subhanahu wa taala, bëhet dhikr, lexohet Kur'an,
bëhet dua. Tash kush thotë në tregje Allah i bëft rahmet. Njëri thotë kështu, tjetri ashtu, tjetri thotë që kjo malli më i mirë. Ani zamonin ton, Allah i bëft rahmet. Si njerë për që mi kallëzu që ka ndodhë. Njerë për herave në kohët haqjit, mësë jenë edhe kohë haqjit, kush ka me shku në haqjë. Se këtë disa për haqjilerve, kur shkojnë në qabë, atje kujtojnë që këtë ju në Ebu Bekra dhe Omera. Jo, ka dalë se ko, edhe atje ko, Ebu Gjehela ko. Edhe atje ko njerë që, mos kujtoj që shejtani punon veç me ne kënejna, jo, edhe ma ta ndi, beso ka njerë atje punon edhe ma shumë. Edhe ma shumë punon. Edhe një haqjisu në pifoli, pito ma haqji, mos u ngutni, kur të bleni, kujdes, kështu. Edhe se haroj kur, duke ti tash të dhe iPhone nuk unë, si me thonë, se kjo Muhammed unë 11 vjetë ka që si më konë haqja, më kam bërë 11 vite për që më këthy për studimeve, e që më konë haqja. Kjo më ma ki ka para 15 vjetë dhe ka. Tash mund është me parandu që të dhe iPhone, më do këtë konë 4-shja, 5-shja, 6-shja, që aty diko. Edhe, dëlej, kur po vjen hotel haqjia, ku më gjetë një iPhone, thaj ku pojtë të këti biro, edhe, sa e bleve, thaj 120 euro, është në alatë kohë, thash, bere jep jafmis, ko më kënash të lujtë me të falco, thaj qyshme, po falco është tash. Thaj qyshme, jo tash nuk është që e zbulova ujnë e vakt, po një sen që i bën 1.000 euro, e ki blej 120 euro, jo falco është, ose në dy hale është, ja e ki blej pi hajnit, a këtë të tërë me sejlo, se me qenë original s'ka shansë. Edhe sot vjen t'i shkan me blej, thot, pasha Allahun, original është apëtanë. Ama kur e shet nuk është original. Sa gënjeshtra buhet, do me thonë veç për shka për me arrit dhe të thotë ne të mirë të kësaj dynjoje. Pastaj ka përmend hadithin tjetër të Ebu Hurejrës, që shka thotë? Ebu Hurejrë dhe anhu thotë, enë Rasulullah s.a.s. qal, ala edullukum ala ma jemhu Allahu bihi el khataja, wa jarfau bihi el darajat. Thot Ebu Hurejra ka thonë pejgamberi a.s. atë ju orientoj, atë ju të regoj për atë gjë që Allahu i fshin gabimet e juja, gjunahet e juja dhe ju ngritin deregjate në shkollat larta. Kalu bela ja Rasulallah, fa isbaghu l'wudu على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Edhe në qartë hadithi, a do një thami ju të regu për një gjë me të cilën Allahu ja ushin gjunahet me katët e juja dhe ju ngritin dërëgjate në gradat të larta. A do një mi kalzu sahabët i thamë, po i dërgumi Allahut, tha përsosja e abdesit. Përsosja e abdesit, kur të merë avdes me marë, i zbëghu l'vudu, i thojnë, me a jep hakin avdesit. Me marë avdesin mirë, kadale, qetë, mi la dur të mirë, mi praktiku sünnetet avdesit. Na dysa me buta shumë, inshallah, po thomë, ka njerë, po m'hin menja, dhe inshallah, tjetë dera, si në menja kuj me dalë, me na po qëfar sondazhi me kamerë marë me na pyt me të thonë, cilat jo në avdeset, tu në tut në do me i vetë farzët avdesit, zdinë cilat jo në. Farzët. Ele më, që po avdesi ka sünnete, mu ka i herë, tash mos ma shini për të kusur, nëse se më të full për ndonje, se tash mush nuk më ma ki një herë me hi në avdesone. Nuk po flasë për një emër të përveshën, po disa herë më ka bova ki. Ka më rastis me hi me marrë avdese, edhe ti kom pa do të marrë avdese, edhe në kom marrë ki këshyrja, se që ka puna jonë është, du të me përmisu. Në gjithë të shisha një djallë të rritë u marrë avdese, a disa shpejt mërë ka avdes, u bëfasojshë me to, të shashë, më njëra bëjkë, a u ka din që au të bo. E ka në hadithe, ka ardhë kërcënime për pejgamberi s.a.s. Ka kërcënime, se puna avdesit o punë e madhë, dashurit e mi, me vëmës me pas avdesit namazit shkon huq krejt, hapi i parë i namazit është avdesi, larja e durve mirë, për shembull, pigabimeve, njerëzit që marrin avdes, kur i lanë durt, e merë i lanë durt, o ka dole haji baba,
pirë alhamdulillah ujtë të nxehtë sa dush. Edhe ato ju pe paguni, jo na. Aty që se këta shtu e ndëgjën dikush mbas kamerave, po du se du të mja jep vlerën ata që ka. Jo, a ke pa ato kacët aty, Allah është për vleft, kur kërsasin tak tuk, tak tuk, tak tuk, tak tuk, ajo mirë, se që me që ato bona, o tonë, kontributi i mujor që jep një këtu. Në çdo të parin, këtu dalim, o tonë dhe kërkojmë. Allah i billoj, falë Allah, pastaj, ju e s'kishë mujtë neve rryma, na vjen dhe më thonë dhe 400-500 euro, 600 besa ka po në vakina ka rryma. Ku mi marë në ato 600 euro? Bashkë e stame nuk ka takat me ta pagu ty këto. Shteti, hajme bo mësë mi a pagu, me njerë vjen e këput. Ama kontributi juj, jepni, edhe alhamdulillah dhe këtë këto kushte shka gjinë dhe në gjamion, falë Allah të pastaj kontributit juj. Nuk ka kjo hoxha, një ditë njëni dhe hoxha Allah është përbleft, Allah është përbleft ata që kanë qitë. Na janë argat, hoxha me kompaninë e ti, jonë argat. Na ka ndëru Allah subhanahu wa ta'ala me i bo hizmet shpive të Zotit. Kush i bën hizmet shpive të Allahut, i ndihmon shpit e Zotit, kjo është shenjë se ai njeri ka iman. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Thot kujdeset për xhami, i ndërton xhamit ata që e besojnë Allahun edhe ditën e fundit. Edhe njerë po këthena, mos ta kupton dikush që po bëj propagandë me qitë që ndatë qitë një ndash mos qitë një për veti e keni. Ama 10 cent, vëlloj, billoj që i qëtë në kasë njëve nga bojnë fajde. Mos kujtoti që tash du me vërmendon e di që s'ka qefës, po du me vërmendon emnin. Edhe është në mesin tonë, më ka arë një ditë që tu një që mardi i regullë të është. I respektushëm që unë e respektaj më respektan. Bile më respektan e ma shumë se unë që e respektaj ato. Pensionerër, erë një pruni dhe të euro, tha hojtë që to bëdu për gjami. Pasha Allah më ka i thash, mos jep të të je pensioner për hapa zdoli, tu dojë thash, aman ja robi, pash ma dit tote. Po kjo pensioner e ka penzin, sa i ka pensionerat penzin? Ha? 120 euro, gjona përshaj, 10 euro shumë mi ka jep. Ora pilkabe shumë jo 10 euro. 10 euro pi, a i 120 i ka, s'ka tjera tash, a i qënë djali, a si qënë djali, i shola i qënë djali. Unë e kom qef. Edhe krejt tash e koha kur na ving tash atësit. Allah i la i rujt. Tviri o pasha zote po. Le i guza pak para gjymos do. Që i kom jarona që i la kanar do t'i guza dash. Na i shofim neve si pare. Po me e garës nuk o pash neve në gëzoni ma shumë kur vini. Po para se me në gëzu neve gëzoni me balar të juj. Gëzo baben gëzo. Nanën gëzo. Se me dola tjenë ku jenë, në Amerikë, Gjermani, Itali, ku ta di unë, me dalë një drek me hunger, s'ta pështon 100, që 100 jo mirë, o pëtonë. E qatë 100 që kërë e qëtë t'i bo beston, ja gëzën zemrën. Nanës tonë dhe ja gëzën zemrën. Pasha Allahin po. A ti qëfar se vopi i madho mja gëzu zemrën. Mja gëzu zemrën, babes e nanës. Edhe kër e mendova e pash, thash këj plaki, la ilaha illallah, këj për penzijes ti, po jep 10 euro. 10 po jep për penzijes ti. Fërën e djallë që i punan, që i kom mardhanje puna, opta. Pse së mundet? O e dashurit e mi, unë e di që ju më kuptoni, e këtu mbra pa kamereve, ka që i kanë me më kuptu, e ka që s'kanë me më kuptu. Po ata që s'më kuptojnë, e marrin vesh një dit kanë me më kuptu. Ava i dashur jam, pasha Allahun, qëta që ka e jep për Allahun që e jep kur s'ka me t'ku. Edhe qëta që e jep për Allahun, Allah ka me ta kompenzu. Se sot ka kem qu me të përmendim, po shqyqër emna s'po përmendim. Wallahi më ka arë që tun në gjami një djallë, një gjematli jani, punëtori madhë mashallah, fa hoqë e kom kone zëqatit që kështu për du me nëzirë. Po qa është qëllimi. Fa unë e hoqë gjatë vitit ka njëherë, kur e shë që o ngush dikush në familje, për mja, ja lecëj, ja jepi. Ne me në zëqatit, po tha kur po vjellë dota, edhe ato që i kom jep. Po duhet apet zëqatit edhe ba shumë me jep, tha se Allah u peshtan. Edhe pasha Allah unë avuton, pe i thonë, thash, oj dashur jam. Po ku ka bre mundësi ti me jep për Allahun, e Allahun mës me ta shumë fishu ty ato. Kur Allah ka thonë, ato shka e dhurani, Allah e kompenzan. Para të robi duhet më mundu me bo pun, se në fundit apet po thamë, për vetje të bo.
Wallahi billahi, për veti nesër kur del para Allahut, ki me marrë shpërblimin ti. Ti e merr. Çat ki bua u don, për veti e ki. E gjente Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sa tha, a doni ta më tregu për një gjë të cilën Allahu do t'ju fshin me katet, do t'ju ngritin grada të larta, i than po i dërgumi Allahut, tha përsosja avdesit. Përsosja avdesit, hapat e shumta deri në xhami. Hapat e shumta deri në xhami dhe pritja namazit prej namazit. Kjo është çka për kushtim në adhurim. Bilem ka orë në hadith pejgamberi s.a.s. është përmend, do më thonë në hadithe që është prej haditheve të mëdha që vlera e pritjes në xhami, me prit namazin me ta nxon xhami. Po shumë e madhe auto. Ka shpërblim të madh. Ka shpërblim shumë të madh. Allahu te baraka wa taala na tregon këtë hadith, realisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithi që transmeton në Sahihun e Muslimit, thot men tatahara fi baytihi thumma masha ila baytin min buyutillah liqdi faridatan min fara'idillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahta khati'atin wa ukhra tarfa'u darajatan. Allahu akbar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush merr avdes në shtëpi, merr avdes në shtëpi, merr avdes në shtëpi, edhe shkon të hecë në xhami, pe një xhamive të shtëpive Zotit, për me kry një farz pi farzave, si sot që një ardhi me kry gjumon. Je nis pe shtëpi, je lan shtëpi, ose ke marr avdes, ja ardh me fal gjumon. Se cilin hap thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e qet, një hap e qet, të bjen një gjuna, hapi tjetër të ngrit një derejë te Allahu subhanahu wa taala. Pasha Allahun e kom pa një ditë një video në tokat arabe atje, një plak, dikur, sa me thonë, më tash më stinë nënë, se tash atin në ditova kër i thush i ki po 75 vjetë plak, atje asë janë plak. Jo, maru ummeti bejnë 60 wa 70. Pejgamberi sa thonë, mesa jeta mesatare ummeti tema mes 60 dhe 70-ve. Qaj haqjiravuni vener ka pak po levizeve si janë plak, ule, vësë të thuj plak. So është plak, dhe diure si sa plak. Po, ishtë dikut qashtu, me thonë, 70-ave, 75 vjetë, të hesë të shku në xhami, po i ndalet një xhamatlipi, thot, tha, hajde tha sem të shku në xhami, tha, ja Allah që shpërblev, tha. Ja, tha se kom digju një hadith pejgamberi s.a.s. A i cili shkon, merë avdes, që të hadith e përmend ke, merë avdes shtëpin e ti, gjdo hap që e qetë, të shku në xhami, i ngri, i falet një gjina, edhe ngritët një derejgje. Qëto me të vërtet kanë kuptim, na unë e di, vetë që po flasë, që këtë që po fola, na me kërë vallahi me mujt që shtu në xhami ishtim kërët. Dejte dera e xhamis, veç që shëshirë Zotit që së mundem, që qëtu para xhamis ta i kështë ishti kërët. Që ta e na. E shpite Zotit kanë rënd, po du shpejt se edhe një minut me i marë për juve, po du me jebë disa vrejtje shpejt, që s'kom qarës të ashtë tema shkjo. Vjen xhami, janë me falë gjimon, dreken, i shindin, akshomin, jacin. Kjo një farës për farseve me stedhe Zotit. Ama nuk ta kanë me bërë tjertë një bot i zullum. Që është bot zullumi? Që tash ka zonë hoxha që është bot zullumi. Vjen të me falë gjimon, që tash, që e një kryt aty, hala ndështë aso bo, sa orë në gjendje, e pat gjimon e kalume. Zdja e keni ndiju një, do të thotë buri, që bëj ka atje jashtë, që i thojmë në siren, bëj ka i, a i se ka bo për sevop, po e kanë zonë rrugën, edhe në 100 herë për i thojmë, o musliman, Allahu i shpërbleft, Allahu i shpërbleft policin e pejes, e ju zoft, që nuk vinë me në denu. Na ka njep këtë komoditet, e din që jena tu falë, po leni kjenet njënën onë, ta shti ardhë me falë gjimon, dy onë të rrugën se ka bloku rrugën. Qfar se vapjo që kjo, hajtë kalëzëm ti mu, cili se vapo kjo? Ti po dënë me bo një se vapë kjo për farëse me kry, po e ka e bënë një gjunatja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë,
frigoi unim 2 mallkimeve. Çka është ai një pejtëne? Ka thonë me elon një pengesë në rrugë që ju pengon njerëzve. Të mallkon dikush. Qa dim naj kur ka bo, vallahi kom këshyr para gjumos u kon, sot një javë, po shqyr zotin nisën me eskese ka shtu shumë, me thonë, apo qoni, sës janë nisi hytbes. Nuk janë nisi hytbes, pa u shumë i hekeret. Do shta i moro, do shta, bomba kjo është të dek dikush. Mos të shohet gjamia tani, për një paku i desit të temen apo të tondën. Vjen me falë namazin, e ke pa na, ta shfarë zemoni, zemoni që dytë qënë. Jena detyru ka ana e saj gjamis me qitë ato pengesat se e qitë kekerin aty. Na kena njerës, kena vlozën këtë tonë, edhe shrudzej rastin me bo dua për ta ju me thonë amin, Allah me na i shëru. Kena vlozni që jonë në kolicë. Vlozën muslimon që vjen 5 zak me i falë në gjami, është në kolicë. Allahu e shëroft sa ma shpejt vlaun tonë. Nuken. E përmendi me emën, se tim që të është. Në atë e këmë po që të të gjamia, këmë po të prit me i shkretja, këmë ma të kolicën e ti, këta 2 herivat e këshin zonë rrugën me kere. Atim pasha zotën, veç atim ka njerë po më vjenë mbarë, se ta një të gjushion, se jonë disa, i bojnë vetë gabimet, o ta një vjetë ki qënë hundë. Po që kam i qënë hundë të vlasë, dhe që po më vjenë mbarë, ka nëse kështu, hundë vabë këta mja bo, gjatë, ja, je normale, që ka puna jote. Ma vlasë e ka në bo zullum, jetu në bo zullum, jenë të në bo. Njeri në zërt vetin, me të prit ty, ja votan. Nuk e ka parkingi aty. A pek po thëmë, faliminderit për tëne që s'po vinë me në denu. Shëqë zotit që s'po pranojnë, ato se ka unë kisha po kërkes, po e ti që s'po pranojnë. Mu po policë kurdune. E mu me e që të tiketa dhe që atë bëk me mboj që tu në gjepa vëtan. Hiq rahmet s'kisha bo në do. Hiq, ja orë më falë, a komandit që ja orë më falë. Psa e orë më falë për mua? Për vetë ja orë më falë. S'lerë dhe keri në rruga tjerë. Tjetëri vjen gjami, e ka marë, e merë biciklet e ti, tak, mbashja tje, pa ma be mbashja që i papa kung fu, ma be se ti kush u shkaj dëm të u pastru, të punu. E shumë lapsuze që mos t'i përmendi që me bo mi anis në nëzën gjëmoja tjetër. O të dashurit e mi, gjamit jonë shpit zotit. Për çka jonë gjamit? Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Gjamit jonë shtëpit e Allahut dhe në to mos ju lutni as kuj tjetër për që Allah. Gjamit jonë për në mi lutë Allahut, mi boj ibadet. Gjamia nuk o kurz, gjamia nuk o kafiteri. Gjamia është me ardhë, njeri me ullë kokën, edhe me kërku për e Allahut pranimin e veprave të mira edhe faljen e gabimeve. Që kjo është gjamia. Çka del jashtë kësaj, ajo s'është xhami. Ajo më ne shndrohet kafe. Që është rrautan, muhabetet e atjehit vjen këtu. Pej kafe, çesh këtu, ta bamoti burr, falu më rasa, çashin se vapja. Kanë erdhë në mendje vëllum që ta jon uzajm plus te Zoti on llokta. Ju pas ka far, do të ka Xhibrail ai selam gallat, mos u falti. Mos i fal sunetet, mos fal nafile, mos bë dua, mos lexo Kur'an, se ju mashallah. Në plus jeni. A unë kom qef, kush e din që ta plusat që unë, amma net dhe të vinë, të të në kalzojnë që e në të botë të ndjekim rrugën e të nëse unë vetën, kur pja bëj hesapin vetit, po më do këtë s'po do më bëhej që këmi nësë kur. Gjethën minus po dalë. Në plus asë njerë se kom po vetën. Vetën se më të qitë në plus. Gjethën minus jam të ra. Allahu në përmisov gjendjen tonë, në falë gjënahët tona, në bof për robëve ti të mirë, në bof për atyune që e shfrytëzojmë dhe ja japim hakun shtëpive të Zotit. E inshallah ta'ala një javën tjetër dhe të vazhdojmë edhe me pjesën e dytë. Kjo ke pjesa e parë, se s'kom qare po i folë dhe disa tjera ka dhe disa gjëra tjera që duhet me i përmend disa gjëra që na ndihmojnë dhe që duhet të kem parasysh etiken përballë shtëpive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.